18 Kämpfe, 17 Siege, 8 durch K.O. Meine Damen und Herren, und bitte um volle Unterstützung in der Halle, begrüßen wir zusammen Bernardin Jakaj, ky është edhe eventi kryesori mbrëmjes së sotme, një super bokser. Bernardin Jakaj do të boksoj kundër Boshko Mishish, 27 vjeçar, 16 fitore dhe vetëm një humbje në karrierën e tij ka Bernardin Jakaj, 31 fitore ka kroati Boshko Mishish. Por çfarë do të ndodhë sonte? Vete të shihet. Ajo që mund të them është në bazë asaj që kam arritur të përcjell përmes rrjeteve sociale, duket se ka pasur një super kamp përgatitur për Bernardin Jakaj këtu në Austri, së bashku edhe me hapi fuqitor në një cili sapo shpall kampioni Austrisë në kategorinë e rënd. Bernardin Jakaj, aktualisht një prej bokserëve më premtues shqiptar, është aty edhe Ermal Hadribejaj, dielli Vranoci, gjithashtu Hadribejaj po tregon një sukses të jashtëzakonshëm në Amerikë, por edhe këtu në Evropë Bernardin Jakaj ka treguar klasin e tij me disa ndeshje të fuqishme, të një pas njëshme, të cilat i ka pasur kundër kundërshtarëve të ndryshëm. Spikat ajo fitoria kundër bokserit më të mirë serb Nikolić. Por të shohim se çfarë do të ndodhë sonte. Ka goditje të fuqishme Bernardin Jakaj, është para publikut të tij këtu në Kroaci, në fakt në Austri, ndërsa përballë ka kroatin Mishish, Boshko Mishish dhe Bernardin Jakaj. Kategoria 79.3 kg. Raundi i parë do t'i kemi 8 sosh nga 3 minuta. Fillon fuqishëm Bernardin Jakaj, të paktën tenton. Duke teknik i mirë Mishish dhe tenton një të majtë të rrezikshme, por e shatje Bernardin Jakaj këtë goditje. Në bazë të trupit të tij nuk e kam parë ndonjëherë në formë të mirë trupore Bernardin Jakaj. Kjo flet se ka bërë një përgatitje të mirë. Dy goditje i lëshon Jakaj, po e mban në këmbën e pasme. Pra po e bën të ecë prapa Mishishin, por le të mbetet të shihet se çfarë do ndodh. Vresët e dy janë teknik, Mishish kërkon ta zbarkoj të majtën e tij. Shkëmbejnë disa goditje të dy bokserët, nuk e pash mirë nga këndi im, por mu duk se ishte Bernardin Jakaj ai që e dërgoi prapa Mishishin.
i cili po tenton që me mjaft teknik ta zër me një kontragoditje me dorën e tij të majt. Tenton që ta lëshoj goditjen si dyti, por këtu kemi një goditje të mirë të Jakajt në momentin e parë që Mishish e ndërroi anën e tij, nuk ishte në anën e dur. Bernardin Jakaj ja kërset një kroshet të djathtë. Edhe një uppercut të tenton Jakaj. Edhe dy goditje jep atje Boshko Mishish, por edhe një djathtë e Jakajt atje. Edhe një maj tjetër, tenton të ruaj distancën Jakaj. Tenton të qëndroj në edhe një djathtë tjetër nga Jakaj. Edhe një maj nga Jakaj atje Mish. Po e bën atë të cilën e ka specialitet Jakaj. Të godas fuqishëm me dy duart e tij. Kishim një dy goditje interesante nga Jakaj, por edhe Boshko Mishish pat goditjet e tij gjatë këtij raundi. Jemi me raundin e dytë. Edhe zhoni edhe jo për krajen që po e merë në salë Bernardin Jakaj. Shumë i hapur duket Mishish. Mund të pranoj goditje të fuqishme kështu, edhe e kam një përshtypje se do të pranoj një goditje në formën se si po bokson, por një djathtë e Jakajt i cili edhe kishte pranuar një të majt, edhe një djathtë tjetër. Ka një të majt të fuqishme Mishish, por Jakaj deri në këto momente po tenton që të bëj atë lojën e tij standarde, të hap me të majtën dhe të hap rrugë me të majtën dhe ta lëshoj të djathtën e tij. Kjo është pra më shumë një lojë nervash ky raund se sa goditje. E mbajnë distancën të dy boksierët. Një djathtë nga Jakaj, e cila e godet disi Mishishin, por nuk duket të jetë diçka rrezikshme për kroatin, i cili lëshon një të majt, ka një të majt të rrezikshme. Edhe një djathtë e Jakajt. Kjo do të doj të ishte momenti Jakajt. Shumë e vështirë të boksosh në këndin të cilin
Nuk bokson në kushte normale dhe këtë në disa raste bëri Mishish, por e ka një goditje këtë kap jakaj. Përfundon raundi i parë. Mishish ankohet për një problem në krahun e tij dhe siç duket ka përfunduar edhe ky match. I think the match, mendoj, kërkojmë ndjes, mendoj se edhe ky match ka përfunduar. Boshko Mishish, siç duket, nuk do të mund të vazhdoj meqin për arsye të një lëndimi në krahun e tij të majt. Dhe si pasojë krejt kësaj, ky match ka përfunduar, pra mjaftuan 3 raunde që të shohim se sa shumë po bokson, sa shumë. Në fakt, mjaftuan 3 raunde që Mishish ta shes se nuk është në formën e dur, madje ai ka nxjerrë edhe krahun e tij, megjithëse dorën në zemër. Kjo është një paraqitje të mirë gjatë kohës sa ishte në ring Boshko Mishish. Kështu duket se ka lënduar krahun e tij dhe krejt kjo më së miri shkon në favor të Bernardinjaka, i cili do të duhet të ndesh me Joel McIntyre, mirë po si pasojë një lëndimi u tërhoq edhe McIntyre, ndërsa si pasojë një lëndimi sot u tërhoq edhe Boshko Mishish. Të nderuar miq, kjo ishte tëra sa i përket këtij transmetimi në Art Motion. Adhurues të sporteve luftarake, mos harroni se Art Motion është pako me gamën me të gjerë të sporteve, gjithashtu aty keni edhe sportet luftarake. Simba Sports mbetet një nga promoterët kryesor të boksit shqiptar në Austri, e ndërsa mbrëmjen tjetër kur do t'i kemi boksierët tonë